Paketa e jetëgjatësisë dhe parandalimit 1 dhe 2 javore konsistojnë në një paketë e cila fillon me një konsulencë mjekësore dhe pas kësaj konsulencë mjekësore kalojmë në një check-up analizash të personalizuar në bazë të historikut mjekësor të deritanishëm dhe pas daljes së rezultatit në krijimin e një pakete për marrjen e suplementeve, kryesisht intraven, për pastrimin e traktit tretës me hidrokolonterapi dhe terapia më e rëndësishme apo ajo që quhet ylli i kësaj terapie është pa dyshim terapia hiperbarike 5 dhe 10 ditore, e cila konsiston në seanca njëorëshe për 5 ditë javës apo për 2 javë në 10 ditë, që do të bëjnë çuarjen e oksigjenit me presion të lartë në gjithë organizmin dhe do të bëjnë që organizmi të rigjenerohet në nivel qelizor. Karburanti i çdo qelize është oksigjeni. Me kalimin e viteve ne ulim kapacitetin ton për të marrë sasinë mjaftueshme të oksigjenit dhe qeliza apo organizmi në tërësi quhet që po plaket. Ne deri më sot jemi munduar që të rregullojmë, po themi, defektet e plakjes vetëm në lëkurë, pra në indin më të madh të organizmit, por ai që na prezanton me botën e jashtme, por sot terapia hiperbarike bën një reduktim apo një ngadalësim të plakjes në nivel qelizor me seancat javore apo 2 javore. Pra paketat e parandalimit dhe të jetëgjatësisë konsistojnë në një check-up të detajuar, në terapi të detajuara të suplementimit, pastrimit të traktit tretës, terapisë hiperbarike, duke përfunduar me një regjim ushqimor të personalizuar në bazë të problematikave shëndetësore, por dhe të regjimit ushqimor që kemi mbajtur deri tani.